Drejtuesit e shoqatës së të verbërve në Shkodër shprehin ankesat e tyre për gjendjen e disa rrugë me poseta të dëmtuara, duke theksuar se ato vazhdojnë të jenë rrezik aksidentesh për këtë kategori. Kryetari i kësaj shoqate Ndoc Bjeshka tha se rruga me poseta të dëmtuara ka si në zonën qendrore të qytetit ashtu dhe në periferi. Nuk më mend sa herë kam rënë poseta e Shkodrës. Pra kam fjalë në llogarit e ti se çfarë hodhesh kena. Ishte dash me hedhë në gjyq bashkinë na. Kjo është gabimi, se kena marrë raporta disa herë në spital dhe me ka tërë muaj sa kom nej me kam të plasur në kocat të rënë poseta. Bjeshka thotë se ka ende shumë mangësi për sa i përket hapësirave të trotuareve, të cilat shpesh zihen sipas dëshirës së individëve. Edhe trotuaret nuk janë të hapura për t'ia fillojsh për shembull të stadiumi, marrë te Radio Shkodra, krahi djathtë ka të vesh te Radio Shkodra, domethënë është si jam rrëzu e dita aty jam sakatu. Me automjete, me tavolinë, me çat dushti ma, çat thëmën ty, bicikletën për të thurr, motorën për të thurr. Kjo është e tmerrshme. Bjeshka kërkon pushtetit vendor dhe institucioneve të shërbimit social në Shkodër që ta dëgjojnë me vëmendje shqetësimin e kësaj shtrese, duke zhvilluar takime të rregullta për këtë kategori. Të verbrit nuk kërkojnë as më shumë as më pak se sa të drejtin që u garanton ligji, thekson kryetari i shoqatës së verbërve Ndoc Bjeshka.